Romakëve, kapitulli 8. Shikoni me vëmendje vëllezër, se çfarë do të na japë Zoti. Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. Sepse ligji i frymës i jetës në Jezus Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushet drejtësia e ligjit në ne që nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Amin. Apostulli Paul, vëllezër, ju dërgon letër vëllezërve dhe ju thotë vëllezër, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. E falenderojmë Perëndin. Por fjala e Perëndisë nuk mbaron këtu. Sepse shpeshherë të krishterët, vëllezër, mendojnë që tani që kam pranuar Jezus Krishtin, nuk ka më asnjë dënim për mua, ne jemi të shpëtuar tani, kemi pranuar Krishtin dhe kjo gjë, motra dhe vëllezër, rrezikon shumë jetën e krishterët. Pse, motra dhe vëllezër, rrezikon shumë jetën e krishterët? Nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. Për këta vëllezër nuk ka dënim. Ata që ecin sipas frymës së Perëndisë. Sepse vëllezër, njeriu asnjë gjë nuk mund të bëjë pa Zotin. Dhe Zoti na dha frymën e shenjtë të gjithëve, që gjithë secili që është penduar dhe ka pranuar Jezus Krishtin si Zot në jetën e tij, shikoni me vëmendje vëllezër, Zoti nuk ka për të na braktisur, por na dha të gjithëve mundësinë, fuqinë që ne të quhemi bij të Perëndisë. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, i thirrjes tonë. Të mos shpërndajemi, vëllezër, aleluja. Qëllimi i Perëndisë është që ne të gjithë të quhemi bij të Perëndisë. Si mundet, motra dhe vëllezër, të jetë një bir i Perëndisë, ku do ta shikojë veten e vet si bir i Perëndisë, veç se në një shembull që Perëndia na dërgoi. Dhe ky shembull është Jezus Krisht. Dhe të gjithë ata që i thirri Zoti, motra dhe vëllezër, ju dha fuqi që të ecin në këto hapa, motra dhe vëllezër, në këtë rrugë që hapi Jezus Krishti. Dhe me i njëjti qëllim është si atëherë dhe tani, dhe kushdo që do të vijë dhe do të pranojë Jezus Krishtin, kjo është rruga, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë jam rruga, tha Jezus Krishti.
Nuk ka rrugë tjetër, vëllezër, aleluja. Vetëm në Jezus Krishtin ne do të gjejmë rrugën për të marrë këtë emër, për ta mbajtur këtë emër fort, motra dhe vëllezër, si bij të Perëndisë, dhe të qëndrojmë deri në ditën që Zoti, motra dhe vëllezër, do të na marrë të gjithëve dhe do të na ngjitë në lavdi, motra dhe vëllezër. Ashtu siç pamë në Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, rrugën që ai bëri në ne, dhe në fund fare, motra dhe vëllezër, Zoti e mori dhe e ngjiti lart në qiell. Kështu edhe të gjithë ata që janë thirrur, motra dhe vëllezër, nga Perëndia, që Zoti ju dha frymën e shenjtë, forcë domethënë, që të ecin në këtë rrugë, dhe Zoti përsëri me këtë mënyrë, motra dhe vëllezër, do të vijë të na marrë të gjithëve, të vdekurit që vdiqin në Krisht do të ringjallen, motra dhe vëllezër, ne që kemi mbetur gjallë do të shndrohemi. Sa hapen mbyll sytë në borinë e kryeangjëllit, motra dhe vëllezër, sepse thot do të vjen buria, do të ngrihen, motra dhe vëllezër, të vdekurit në Krisht, ne që kemi mbetur gjallë në atë kohë do të rëmbehemi bashkë me ta dhe do të shohim lavdinë e Zotit në qiell. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, që Perëndia na bëri këtë ftesë të gjithëve. Dhe thot në fjalën e Perëndisë, na fton, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithëve, që ne të shohim lavdinë e Zotit. Dhe këtu na jep kurajo, motra dhe vëllezër, dhe thotë, ata që ecin jo sipas mishit, por sipas frymës, që do të thotë jemi në udhëheqjen e frymës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndisë. Ka vdekur në mish, thot motra dhe vëllezër, i Krishteri, dhe ecën në frymën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë na udhëheq dhe na drejton, lutet për ne, thot motra dhe vëllezër, në vargjet më poshtë, me dashërim për gjërat që ne i kemi të domosdoshme për të marrë lavdinë që është në qiell. Sepse, thot, atë që ishte e pamundur për ligjin që ne kishim, mos vraj, mos bëj këtë, mos bëj atë, ruaju nga kjo, ishte e pamundur, thot motra dhe vëllezër, që ne të na transformonte, që ne të bënte një krijesë të re, motra dhe vëllezër, frymërore, ishte e pamundur për shkak të mishit që ishim, motra dhe vëllezër, thotë, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit. Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishin mëkatar, dhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish. Çfarë bëri Perëndia, vëllezër? Që njeriu të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme, duhet të hiqej mëkatin nga njeriu. Dhe Zoti dërgoi, thot motra dhe vëllezër, birin e vetëm lider Jezus Krishtin në shëmbëllim mishi mëkatar, si ne domethënë, dhe kryqëzoi mëkatin tonë në mish. Çfarë bëri? Hoqi mëkatin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të trashëgojmë jetën e përjetshme. Në mëkat njeriu nuk mund, motra dhe vëllezër, të trashëgojë jetën e përjetshme. U bë ky flijim që ne të jemi të pastër, vëllezër, aleluja, nga mëkati, dhe na dha frymën e shenjtë, ta ruajmë veten tani që kemi pranuar Krishtin, të pastër nga mëkati, të shenjtë, motra dhe vëllezër, ditë për ditë, shenjtërohemi, nëse biem gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ruan shenjtërinë tonë ditë për ditë, deri në orën që Zoti do të vijë dhe do të marrë kishën. Ky është vullneti i Perëndisë, vëllezër, aleluja. Është e ngushtë rruga, thot Zoti, vëllezër, aleluja, por të çon në jetë të përjetshme. Ky është qëllimi i thirrjes të Perëndisë për ne, që ne të jemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, të mbretërisë së Perëndisë. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja.
që të përmbushet drejtësia e ligjit, ligji tregonte mëkatin, motra dhe vëllezër, dhe u përmbush ligji në Jezus Krishti, u përmbush gjithçka. Nuk erdha tha Jezus Krishti të shfuqizoj ligjin, por ta përmbush ligjin në jetën e vet, në këtë flijim, motra dhe vëllezër, që të përmbushet drejtësia e ligjit, që nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Nuk ecim më sipas mishit, thot, por sipas frymës tani. Nuk ekziston, thot, në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, mishi. Mishi nuk mund të trashëgojë jetën e përjetshme. Ne i dimë, tha Nikodemi, që ti je një njeri i ardhur nga Perëndia, sepse gjërat që bën ti nuk mund, motra dhe vëllezër, t'i bëj askush nëse Perëndia nuk është në te. Dhe Jezus Krishti i thotë, i jep një mësim të madh. Nëse një njeri nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, i këtij flijimi dhe i ardhjes të Jezus Krishtit, që njeriu nëpërmjet Jezus Krishtit, nëpërmjet këtij flijimi, të ketë mundësi të bëhet një krijesë tjetër. Dhe Zoti në kryq, motra dhe vëllezër, përmbushi gjithçka, ai që beson në të, thotë, nuk humbet, motra dhe vëllezër, por ka jetë të përjetshme. Ka jetë, jo do të ketë, ka jetë të përjetshme, sepse besuam në këtë flijim që bëri Perëndia. Ja qengji që heq mëkatin e botës, tha Gjon. Dhe tregoi Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër. Dhe duke e pranuar Jezus Krishtin si qengji që erdhi, motra dhe vëllezër, dhe u flijua për mëkatin tim, zuri vendin tim, në këtë moment, motra dhe vëllezër, nëse unë vërtet pendohem, mëkati im është hequr, është ngjitur në kryq, dhe unë tani që kam pranuar Jezus Krishtin, duke u penduar, motra dhe vëllezër, pagzoj veten në ujë dhe dal nga uji një krijesë tjetër, një krijesë e re. Një krijesë që do të ecë tani me frymën e Perëndisë. Zoti thot do t'ju pagëzoj me frymë të shenjtë, do me thënë do t'ju japë fuqi për të bërë, për të ecur në këtë rrugë, motra dhe vëllezër. Vetëm nuk mundet, por Zoti dërgoi gjithçka të mundur për ne, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Të shohim me vëmendje, ky është qëllimi i Perëndisë, që ne të heqë mëkatin nga ne, të na shintërojë në këto ditë, motra dhe vëllezër, deri në ditën e rrëmbimit të kishës, deri në ditën që Zoti të vijë të marrë vetë. Sepse ata që rrojnë sipas mishit, e çojnë në mendje në gjërat e mishit. Ky është ndryshimi, motra dhe vëllezër, i të krishterit të rilindur. Me njerëzit mishorë, motra dhe vëllezër, aleluja. I krishteri, motra dhe vëllezër, që ka rilindur, nuk e ka mendje, thot, në gjërat e mishit, në dëshirat mishore. Ka vdekur për gjërat e tij, motra dhe vëllezër, dhe jeton në frymë për të bërë vullnetin e Perëndisë sipas fjalës të Perëndisë. Ky është një krijim i ri, një krijesë e re që Perëndia, motra dhe vëllezër, këtë njeri frymëror që është brenda nesh, t'i jap jetë të përjetshme. T'i jetojë në përjetësi, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Ekzistojnë dy, motra dhe vëllezër, aleluja, në ne. Është një njeri mishor, është dhe një krijesë e re frymërore që bëhet kur ne pendohemi. Dhe është në dorën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, të përpiqemi, të sigurohemi që këtë njeri, këtë krijesë të re frymërore, ta çojmë në përjetësi. Ku do ta shpijem veten tonë, motra dhe vëllezër, aleluja? Do ta shpijem të jetojmë përjetësisht në praninë të Perëndisë? Apo do të kënaqemi me gjëra toksore këtu, motra dhe vëllezër, dhe për të tjerat nuk e dim. Ne dim shumë gjëra, vëllezër, aleluja, sepse fryma e shenjtë na zbulon fjalën e Perëndisë. Prandaj ne dim, motra dhe vëllezër, aleluja. Do t'ju lexoj dhe diçka pak më poshtë për ta kuptuar. Në vargun 24, këtu ku lexuam, vëllezër,
më ndiqni me vëmendje, se flet pikërisht për këtë njeri frymëror. Sepse me shpresë ne shpëtuam. Por shpresa që duket nuk është shpresë. Sepse atë që dikush e sheh, si mundet ta shpresoj? Por në qovë se ne shpresojmë atë që se shohim, atë gjë e presim me durim. Edhe një. Ne me shpresë në Zot shpëtuam. Shpresuam në Zot dhe morëm shpëtimin, motra dhe vëllezër. Dhe thot, kujdes thot, jo për gjërat që shihen ne morëm shpëtimin, por për gjërat që nuk shihen, për gjërat që si ka parë, motra dhe vëllezër, aleluja, askush. Dhe thot, shpresa që duket nuk është shpresë. Ne nuk shpresojmë në gjërat e dukshme. Sepse aty që dikush e sheh, si mundet ta shpresoj, por në qovë se ne shpresojmë aty që se shohim. Cila është shpresa e të krishterët? Shpresojmë aty që nuk duket, motra dhe vëllezër, aleluja. Fjala e Perëndisë na thotë, do të vijë t'ju marrë që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Kjo është shpresa jonë, motra dhe vëllezër, që Zoti që erdhi bëri këtë flijim për ne, do vijë të na marrë dhe ne do të jetojmë përjetësisht në praninë të Perëndisë. Kjo është shpresë që ne nuk e kemi parë, motra dhe vëllezër, por çfarë? Me durim e presim që të vijë. Kjo është thirrja që Zoti na ka bërë, vëllezër, dhe na thotë, kujdes bitemi, unë e munda botën. Është e vështirë rruga, por jo e pamundur, motra dhe vëllezër, me Zotin është e mundur që ne të ecim në këtë rrugë. Nuk na vë Zoti një rëndesë që ne nuk mund ta mbajmë, por Zoti na jep një rëndesë që ne të mund ta mbajmë, që ne të mund të shëndërojmë veten, të shpresojmë në atë premtim që Perëndia na ka bërë të gjithë. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, e falenderoj Perëndimin. Nuk kemi thirrur të hamë të pimë, motra dhe vëllezër, dhe nëse nuk kemi të hamë të pimë dhe gjërat e kësaj bote, vëllezër, aleluja, nuk ka Zot. Jo, motra dhe vëllezër, ky është kurthi i të lidhur. Zoti erdhi tregoi madhështinë e tij në jetën tonë në fillim, kur erdhi na u shfaq dhe tha, të dua biri, të dua bia ime. Ne mrekulloheshim kur dëgjonim zërin e Zotit. Zoti na merrte na tregonte qiellin, na hapte sy të shihnin, motra dhe vëllezër, gjëra të mëdha të Perëndisë. Përse erdhi Zoti, motra dhe vëllezër? Mos ishte fantazia jona? Jo, vëllezër, aleluja. Po ishte fuqia e Perëndisë, dashuria e Perëndisë për çdo njërin prej ne, që erdhi të na japë mundësinë, motra dhe vëllezër, të shohim dhe të kuptojmë dhe të qëndrojmë besnik kësaj thirrje të Perëndisë. Sepse unë, thot Zoti, asnjëherë nuk do t'ju braktis. Asnjëherë nuk ka për të braktisur Zoti në çdo situatë që ti të jesh vllai. Ai është besnik, thot motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe kjo është arsyeja që Zoti erdhi na u shfaq të gjithëve. Që ne e kemi parë dhe jemi dëshmitarë, motra dhe vëllezër. Që ne të besojmë në momente të vështira, ti themi, motra dhe vëllezër, aleluja, çdo pengese shporu nga mua, sepse Zoti im është i gjallë, ati im është i gjallë, erdhi mu shfaq, erdhi më foli. Dhe unë e pashë, dhe unë aduroj, motra dhe vëllezër, sepse jeta që ai më ka thirrur është jeta e përjetshme, që unë do të jetoj përjetësisht me te, motra dhe vëllezër, aleluja. Kush e ka të sigurtë, motra dhe vëllezër, jetën këtu që ta amë të pime të të frejmë? Askush, përgatitu, thot Zoti, për ato orë që asnjë njeri nuk e din, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Asnjë njeri nuk e di, motra, sepse fjala e Perëndisë na mëson dikush kishte shumë prodhime, shumë të ardhura, motra dhe vëllezër, dhe mendonte vetëm çdo të bëj me këto që kam, me këto prodhime, me këtë pasuri, çfarë do të bëj? E zgjidha, do të prish ambarët, do të bëj ambarë të tjerë, dhe të gjitha këto që kam, do t'i vendos të sigurta,
dhe do t'i them shpirtit tim a pi dë fre, se ke ti dhe fëmijë dhe brezat për të ngrënë dhe për të pirë. O i mjerë, tha Zoti, o i marë, tha Zoti, të kuj do t'i jenë të gjitha këto që ti mendon për nesër, për jetën, motra dhe vlezër, brez pas brezi, kur ti sot do vinë të marrin shpirti. Çfarë është e rëndësishme, thot fjala e Perëndis në këtë rast, vlezër? E rëndësishme është, sot unë jam gati të takoj Perëndinë, jam në vendin që Zoti më ka vënë për të adhuruar Zotin, jam ajo gjymtyrë, motra dhe vlezër, në trupin e Krishtit, që kur të vijë Zoti të marrë këtë trup, të jetë dhe unë në pjesë, motra dhe vlezër, jam në vendin e dur. Kjo është, motra dhe vlezër, pyetja që do t'i bëj vetes çdo njeri, sepse ajo orë të mos të zërë me befasi vlla im, motra ime. Por ti jesh gati që kur të vijë ajo orë, së bashku me trupin, të gjithë bashkë në një frymë, në një mendje, të shkojmë dhe të takojmë Perëndin. Kjo do të ndodhë, vlezër, e falenderojmë Perëndin, sepse Perëndia është besnik në fjalën e vet. Lumë ata njeri që e shpresojnë një gjë të tillë, ata do ta shohin, motra dhe vlezër. Ata që përpiqen për të qenë, motra dhe vlezër, aleluja, në atë ditë të gatshëm për të parë Zotin. E falenderojmë Perëndin. I ligu do vi, do t'ju ngacmoj, vlezër, aleluja, do të krijoje gjëra nga më të ndryshmet, vetëm e vetëm që ti të fshish gjithçka që Zoti ka bërë, që ti të mos kujtosh asnjë gjë që Zoti ka bërë në jetën tënde, ato mrekulli, motra dhe vlezër, aleluja, që po të shkruajmë të gjitha mrekullit që Zoti ka bërë në jetën tonë, vërtet thot këtu, motra dhe vlezër, nuk do të kishte libra që ti nxinte në tokë, mrekullit që ka bërë Zoti, me secilin nga ne. Në çdo situatë, vlezër, aleluja, kujtoni gjërat e mëdha të Perëndisë dhe largoheni të ligu. Edhe nëse kalon vështirë, për lavdi të Perëndisë të jetë, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti është ai që e lejon. Zoti është ai që kujdeset për mua. Unë kam dhënë jetën time Zotit dhe shikoni se nga gropë do t'ju nxjerrë, nga çvend do t'ju nxjerrë Zoti, motra dhe vlezër, me sa mrekulli Zoti do t'ju nxjerrë që ande. Do të shihni fuqinë e Perëndis, do shihni dorën e Zotit në jetën tuaj, por, motra dhe vlezër, aleluja, do të shohim lavdinë e Perëndis që ka përgatitur Zoti për ne në qiell. Ky është vullneti i Perëndis. Kjo është kisha e Perëndis, vlezër, që një trup, një mendje, një zemër, motra dhe vlezër, një familje të gjithë së bashku adhurojnë Zotin, i këndojnë në Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk kam probleme, sa të duash kam probleme, por gëzimi i tyre qëndron, do ta shohim Zotin, sepse ai erdhi i pari, na zgjodhi ne për lavdinë e Perëndisë. Dhe përderisa ai erdhi na zgjodhi, ai do ta përfundojë dhe këtë rrugëtimin tonë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Zotin. Zoti ta